Plani amerikan I paqes me 28 pika për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë ndodhet ende në fazën e negociatave për një çështje thelbësore vazhdon të mbetet pengesë serioze, fati I Donbasit. Ky rajon industrial në lindje të Ukrainës kontrollohet thuajse tërësisht nga Rusia, por presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky refuzon kategorikisht ta lëshojë zyrtarisht Donbasin, që përfshin kryesisht rajonet e Donetskut dhe Luhanskut, shtërjet rreth 52.000 km2, një territor I krahasueshëm me masinë e Kostarikës. Emri I tij vjen nga lumi Donetsk, ndërsa historia ekonomike e rajonit I ngushtë me industri minerale dhe të rënë, qymyri u zbulua aty në vitin 1721, por shfrytëzimi masiv nisi në shekullin 19 duke u përshpejtuar pas ndërtimit të hekurudhës së parë në 1869. Historikisht Donbasi është zemra industriale e ish-bashkimit sovjetik. Në vitin 13 rajoni prodhonte 87% të qymyrit dhe 74% të hekurit të derdhur në perandorinë ruse. Edhe para pushtimit rus të vitit 2014, Donbasi kontribonte në 15.7% të prodhimit të brendshëm bruto të Ukrainës dhe përfshinte 14.7% të popullsisë së saj. Rajoni është shtëpia e industrive metalurgjike, të qymyrit dhe asaj kimike në lidhje të forta me tregjet globale.